Një varkë e vogël është parë 20 milje nga bregu midis Brindisit dhe Lecces prej një helikopteri gjerman, i cili ishte i përfshirë në një operacion. Helikopteri po kryente patrullimin rutin për gjatë ujrave të Adriatikut në momentin që ka zbuluar një gomone të vogël e cila transportonte 170 kg marijuan nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Një varkë e vogël është parë 20 milje nga bregu midis Brindisit dhe Lecces prej një helikopteri gjerman i përfshirë në një operacion të quajtur Triton, ndërmarrë nga komuniteti evropian. Helikopteri po kryente patrullimin rutin për gjatë ujrave të Adriatikut në momentin që ka zbuluar një gomone të vogël, e cila transportonte 170 kg marijuan nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Prania paketimeve të dyshimta të cilat zakonisht përdoren për të mbrojtur drogën nga lagështia dhe kripa, ka bërë që helikopteri gjerman të ndizte alarmin për të njoftuar Guardia di Finanza. Skafistët, pasi kanë kuptuar se kanë rënë në gjurmët e autorëve, kanë hedhur drogën në det dhe janë nisur drejt Bregdetit shqiptar. Operacioni ishte i vështirë për shkak të kushteve sfiduese të detit. Sipas llogarive të policisë italiane, do të duhej edhe vetëm një orë që droga të mund të zbarkohej në brigjet italiane. Kjo ka shtyrë autoritetet e atjeshme të nisin hetimet për të gjetur nëse dikush ishte në territorin italian duke pritur pakot e drogës.